Ja bëninës pësaj po pra, edhe do t'ja kthej që të gjithë. Nise, Thjesht, raporti me Stelinën zemra ime u duk qartë se çfarë qëllimi kishte. Po ti çfarë qëllimi kishe? E kishe honest? E kishe të sinqert? Po, ore, unë nuk kam thënë duhet të lidhe me ty, duhet ta mbyll këtu dhe i herë. Po kur bëre darkën këtu çfarë qëllimi kishe? I thash për të sqaruar të gjithë biseda mi që s'kemi folur. U sqaruan dhe pastaj bëre surprizë. Edhe pastaj ti i bëre surprizën dhe i the dua të jem përgjithmonë me ty. Jo dua të jem përgjithmonë, kështu dua. Po, kështu duhet të jem përgjithmonë. Kështu dua të jemi përgjithmonë, pra me këto gjërat e mëdha. Dakor. Atëherë, çfarë përgjigje mora? Jo, çfarë qëllimi kishe ti aty? Cili ishte qëllimi yt? Jo, cili ishte qëllimi yt? Ora çfarë përgjigje mora më? Iku qëllimi im, u doj. Si çfarë qëllimi kishe ti? Të pajtoheshe, të ziheshe, të sqaroheshe? U doj qëllimi im, u doj. Që në momentin që ti nuk aprovon asnjë lloj gjëje. Dakor, po cili ishte qëllimi yt? U doj, pse duhet ta them më? U doj më o zemra ime, u doj. E kuptoj. Tash që duhet ta maj kokën mbrapa, më pse u doj diçka? No, nuk thash ta mbash kokën mbrapa. Apo duhet të iku valla, nuk e desha atë lloj gjëje. Është kështu, çiviçi. E morë vesh.